Miqtë e Klimës është ekspozita më e fundit organizuar nga organizata ABC Tirana Club në bashkëpunim me Bashkinë e Klosit, financuar nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile. 51 autor kanë paraqitur punimet e tyre me temë nga mbrojtja e mjedisit dhe efektet e ndryshimeve klimatike, të realizuara në teknika të ndryshme kreative nga të gjithë nxënësit e shkollave nëntëvjeçare të Bashkisë së Klosit. Drejtuesi i organizatës ABC Tirana Club, Johan Muka, tha se ky projekt ndërthur artin me aktivizmin. Në vazhdon e projekteve kulturore të ABC Tirana Club, organizatës që ne përfaqësojmë, sot po vim në Klos me edicionin e 5 të Miqtë të Klimës, një projekt i cili ndërthur artin edhe aktivizmin, i cili ka ndaluar më parë në Burrel, në Gramsh, në Tepelen, në Korçë, edhe në vende të tjera. Dhe sot jemi në Klos për të treguar perspektivën e të rinjve të Klosit, se si ata e shohin qytetin e tyre, se si ata e shohin natyrën, ndërhyrjen klimatike, ndryshimet klimatike, ngrohjen e globit etj. Projekti është një ekspozit e arteve pamore me teknika të ndryshme, ku 51 autor nga Klosi kanë shprehur nëpërmjet teknikave të ndryshme punime se si ata e shohin situatën e natyrës në tërësi. Ky është një projekt, një edicioni 5, që sot ndalon në Klos, më herët ka qenë në vende të tjera, por gjithashtu do të realizohet edhe në Dimaj. Pra dhe atje do të marrim një perspektivë se si ata e shohin. Pra në kuadrin e këtij edicioni jemi në 2 aktivitete të ndryshme. Duket sikur pjesëmarrësit janë shumë të kënaqur me realizimin e këtij aktiviteti, kanë shprehur në mënyra të ndryshme ata çfarë ata mendojnë. Dhe ekspozita do të shtrojë hapur ku dhe njerëz të tjerë nga Klosi mund të jenë shikues të saj. ABC Tirana Club ka hapur më parë ekspozita pikture me punime nga talentet e reja edhe në bashkitë të tjera të vendit si në Tiranë, Mat, Gramsh, Peshkopi, Tepelen dhe Kukës. Për organizatën, stafeta e promovimit të talenteve të reja do të vijojë edhe në njësi të tjera vendore në jug e veri të vendit, duke kombinuar kreativitetin artistik me angazhimin social të rinjve.